لا إله إلا الله. Me thirrjen e ezanit dhe rreshtimin e besimtarëve për faljen e namazit të sabahut, nisi një nga ditët më madhështore të besimit islam, dita e sakrificës, mëshirës dhe afërsisë shpirtërore me Krijuesin. Atmosfera festive u begatua me programin solemn të Kurban Bajramit, ndërsa përmes ligjëratës dhe mesazheve të besimit kujtohet domethënia e sakrificës së sinqertë, për kushtimit dhe humanizmit, dedikim ndaj Krijuesit të gjithësisë. Në këtë ditë sofrat shtrohen për familjen, miq dhe ata që ka nevojë, duke dëshmuar festën në simbol të dashurisë, unitetit dhe solidaritetit njerëzor, nënvizoi Mufti i Kosovës në mesazhin e hutbes së Kurban Bajramit. Islami e lidhi këtë festë madhështore me solidaritetin social dhe me kujdesin për tjetrin, që asnjë familje të mos mbetet pa gëzim, pa ushqim dhe pa ndjenjen e përkatësisë njerëzore. Nuk mund të ketë interes më të madh se interesi i dhëut. Nuk mund të ketë ambicie personale apo partijake mbi fatin e Kosovës. Prandaj faktori politik duhet të vetëdijsohet se stabiliteti i shtetit, mirëqenia e qytetarëve dhe ardhmja e rinisë janë përgjegjësi historike që kërkojnë maturi, urtësi dhe vizion kombëtar. Urimet për paqe, begati, shëndet dhe harmoni në çdo familje, duke ndarë gëzimin e Kurban Bajramit me njëri tjetrin në frymin e respektit, dashurisë dhe vllazërisë njerëzore me porosin, gëzuar Kurban Bajrami, paqja, mëshira dhe begatia qofshin në çdo vatër familjare, përshkuan atmosferën e festës së Kurban Bajramit.